Paprekshmëria e reformës në drejtësi dhe pavarësia e SPAK janë vija e kuqe që Parlamenti Evropian ka për Shqipërinë në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Raportuesi i përhershëm i Parlamentit Evropian, Andreas Schieder, përcolli këto mesazhe të qarta në përfundim të misionit faktmbledhës në prag të raportit për vendin tonë. Çdo përpjekje për të minuar reformën apo SPAK-un mund të shkaktojë dëme serioze dhe të rrezikonte gjithashtu të përmbyste ecurinë e arritur në luftën kundër korrupsionit dhe arritjet e viteve të fundit në këtë drejtim. Që rruga e mbarë drejt Bashkimit Evropian të ecë pa u ndalur, Schieder dha rekomandime të qarta. Në pranverë Shqipëria do të fillojë të mbyll kapitujt, do vazhdojë të jetë pararoj për zgjerimin. Ideja e ligjit nuk është që ne e kënaqëm BE-n. Shqipëria ka vendosur të përkushtohet reformave, sidomos për luftën kundër krimit organizuar. I pyetur për çështjen e zëvendës kryeministres, raportuesi i Shqipërisë në Parlamentin Evropian tha se nuk komenton çështjet e veçanta. Të gjitha institucionet duhet të mbështesin punën e SPAK-ut, por nuk është për Kuvendin apo për Parlamentin Evropian që të ndërhyjnë apo për të bërë komente specifike. Theksoi se kultura politike duhet të bëjë hapa përpara, ku Molotovi nuk mund të zëvendësojë argumentin, kur u pyet për kërkesën e opozitës për qeveri teknike. Ne si Parlament Evropian mendojmë që ka ardhur koha që kultura politike në Shqipëri të bëjë një hap para, të mos dramatizohet çdo gjë, të mos fillohet me Molotov, por të luftohet fort me argumente në skenën politike, aty ku duhet. Kjo vlen edhe për opozitën dhe për qeverinë, të mos merremi me Molotov. E përsëriti se demokracia me Molotov nuk është gjë e mirë, duke theksuar shembuj të debatit konstruktiv demokratik në Kuvend. Së pari, personi që i dha emrin këtij kokteji, kontributi i tij në histori nuk ka qenë vetëm pozitiv. Demokracia me Molotov nuk është e mirë. I pyetur nga Ora News nëse për Parlamentin Evropian është më e rëndësishme demokracia me Molotov apo stabiliteti me akuza, zyrtari i Parlamentit Evropian dha këtë përgjigje. Asnjëherë, funksionimi normal të një demokracie. Pas takimeve me të gjithë aktorët, raportuesi i Parlamentit Evropian nënvizoi se situata politike në Shqipëri nuk është aq dramatike sa pasqyrohet në ekrane. Ndaj kishte një këshill. Duhet jeni të ndërgjegjshëm dhe për perceptimin që prodhoni nga mediat në mendjen e qytetarëve europian. Kur u pyet edhe për deklaratat e kryedemokratit Sali Berisha në Strasburg, u përgjigj pa diplomaci. Mos më bëni pyetje për gjithçka, sepse pastaj do më duhet të dal nga roli im institucional.